Se? Nuk e dija në shumicë. Ato e shumica e nacion metet më po në kuvendin zgjedhor të Lidhjes Demokratike të Kosovës nëse e mbajnë. Aty do të më po masanej që qysh kanë me rrjedhë ato dhe kush është shumicë. A mund të dim kësu nga distanca, zoti Shala, kush është për koalicion, kush është kundër koalicion? Unë mendoj se Lutfi Aziri këtu e dha një qëndrim në përqindje shumë më të madh të Vjosës së të Lumirit, edhe se pjesës tjetër të Lidhjes Demokratike që është Abdullah Hoti, që është përparim Rama, në fakt këtë rast, sepse më duket ai në kryesi s'është përparim Rama, po konsideroj. Përparim Rama s'është LDK, që thotë Rama. Ai se s'është LDK, ai po thotë se jam LDK, po ai kryetari vetë LDK s'është. Ai po tenton me marr LDK-n se jam LDK, është diçysh është pak nëse ato ai mundet kështu zyrtarisht me letra në ashtu s'është. Nuk është antarësuar ende. Po vedi, po do të thonë se është ka e bën pavarësisht që ai thotë se jam LDK, ajo ka e bën betejën për LDK. Sa grupe janë brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës aktualisht? Po s'paku 2 janë kështu që kanë qëndrim. Që mund të jetë edhe më shumë se 2? Po, tash po them të shohim kur të vjen puna te kur janë puna te puna. Te kuvendi zgjedhor edhe kush me kam po rreshtohet aty. Tash a është përparim Rama a mbështetet nga Hikmet Bajrami, Abdullah Hoti dhe pjesa e tyne, grupi i tyne, metet mu pa. S'ka deklarat, përse ta kom s'ka kështu diçka. S'ka deklarat të përparim Ramës lidhur me këtë, por ka deklarat. Jo, ai ka betejën në anën tjetër, ai po bën një betejë vet. Me komplet lëvizjen vetvendosi, domethënë është e bën një betejë kozha tashpër, edhe po qëndron kozha stoj nga të varpune, që për mendimin tim ka nis me e gëzuni mbështetje kozha të mirë te në elektorat i LDK-s. Edhe i PDK-s. Te PDK-s gjithsesi, po edhe te LDK-s. Nga ana tjetër kur jemi tek Lidhja Demokratike e Kosovës edhe këto përplasjet